Një hoq e kish potencu një fjalë rreth këtyre çështjeve, edhe anti-islamistat më njëherë e kishin qitë edhe të bo shaka me fejnë Allah subhanahu wa taala me islamin. Subhanallah, ata para se me godit islamin nuk shkojnë me këqy njerë në Bibël. A ka gjëra të tilla? Sepse nëse vërtetohet nesër të vjen një musliman pja uqesune në Bibël, atëri bie që ju e rënut edhe fejnë juj. Se me këtë lloj metode, përpos ju që përgodit një islamin, ju automatikisht përgodit një edhe krishterizmin. Edhe vetëm përgodit një. Një video tjetër e kishin qitë për gjarpnin, që ka thënë Muhamedi s.a.s. 3 ditë duhet mi thonë, 3 herë duhet mi thonë, largoju. E gjarpni është potencuar edhe në Bibël, në forma të ndryshme. Po, me Ademin e Havën, e Krete, ato senet. Wow. Këto pra vllazë janë budallaqët e islamit. E një krenari kombëtare që dali haptas e foli për këtë ideologji kaq të mrapsht, se edhe me shpëtu një shqiptar pe i kësaj ideologji është fites për kombin tonë. Atëherë ti që po bën shako me fen ton, qa mi bo tash fes juj? Fes juj qa mi bo? Biblës juj qa mi bo? Mo njerës të krisun, subhanallah. Mas shumëti këto organizatat anti-islamike, jënë të e godit, fen e vetë. Se neve tash po nashti normalisht i ku të godet mune, komë të këthy, komë të kundër përgjigj, unë e sri rahat, unë jem kundër përgjigj kundër muslimanve që kanë fut bidat, s'pju kundër përgjigj kjafirit. Çdo sherr që po ndodh me këta anti-islamistat është një hajri i madh, subhanallah. Dhe pse na mendojmë që është sherr? Pse na mendojmë që janë sulmet e mëdha që po bën kundër islamit, po shumë sene po shoshiten vllazni.